unë si ndëgjova, po ma fati shumë i shkur dhe dillën. Kur të është atë në për ne punë atina është rrezik me bo zgjedhje nacionale. A mendoni që ka mu bo zgjedhje të reja? Vallai, po tutna tashti i herë për i herë këtu nuk kanë lutë, to opozita kur nisan s'ka lutë, veç ashtu janë kokë forte që po di unë s'merrna me politikë, unë jam bujk, po atë si pëshoj nuk po m'vjen shumë mirë me bo shpenzimet tash ballotazhi, po s'ka pas të herë ballotazh kur gjon, e ki pas një vot më tepër ja po shorin. Jo tash 7-8 vota, 10 vota më bo a pe duhet me dalë xhinja më argjit 7-8 miliona të 7-8 ne, a më mirë me këshyr me pensionerët me këshyr tash si po mollin kanaqja na nes se me bo më argjit shpenzum, po nuk kemi luks na. Na jemi donën për lutë, kalon njeri ka vunë, se ka mund me rregullu jetesën e vetë, jo tash me donë zgjedhje për ditë për 10 vjetë. Unë spajtona me këto punë, po ata e dini u dha mori kohët. Po edhe me pas gjos në vynë, që së qeverie e kësha gjujt në bërlog. Pse hajna, renca, tradhtar, të në ceze. Shka përshe miru, unë s'po shoh. Po ka me pas, po shkoj një vit të i bo zgjedhje kur gjo. Nëse bon zgjedhje të reja, prap dalin që të raport, prap shtyhet. Shka po bon, kur gjo? E kush i ka fajet për këta? Ha? Kush i ka fajet? Opozita? Fajet i kem, jo, fajet i ka populli. Rinia, që unë që kryt 100 euro ja jep studentave me shujt. A mendoni që ka me pas formën qeverisë? Po. A mendoni që ka më bo brenda apati që i ka bon veç se gjykata kushtetuese? Jo, A ka pas zgjedhje të reja apo jo? ka me pas zgjedhje të reja. Kur mendoni që ka me pas? Po ma se qeverinë s'ka me mujt me fitu kurti, se a i so ka den me udhëheq, me kry fort, me veç dam që ka po i banë Kosovës, veç do të me shku në zgjedhje të reja. Kush ka vota mas shumëti që a i ka fajet mas shumëti? A i që i ka marrë vota do të me bo zgjedhjen, po s'pe banë.